Dëgjimi është një nga shisat më të çmuara që kemi. Ai jo vetëm që na lejon të komunikojmë, por edhe të lidhemi me botën, të ndjejmë muzikën, të kuptojmë paralajmërimet e rrezikut dhe të ruajmë kujtesën tonë sociale. Me kalimin e viteve, dëgjimi mund të fillojë të humbas gradualisht, një proces që quhet presbycusis, ose humbja e dëgjimit që lidhet me moshën. Pas 60 vjeç, ky proces bëhet më i zakonshëm. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë si të mbrojmë dëgjimin për të ruajtur cilësinë e jetës. Faktorët që ndikojnë në dëgjim. Mosha, dëgjimi natyrshëm zbehet me kalimin e viteve, veçanërisht për tingujt me frekuencë të lartë. Zhurma e ekspozimi shpesh ndaj zhurmave të larta, si ato të trafikut, muzikës së fortë ose mjediseve të punës, mund të dëmtojë qelizat e flokëve në vesh. Sëmundjet kronike, diabeti, hipertensioni dhe sëmundjet e zemrës mund të ndikojnë në rrjedhën e gjakut në vesh dhe të dëmtojnë dëgjimin. Medikamentet ototoksike, disa medikamente, përfshirë disa antibiotik dhe ilaçe të kancerit, mund të shkaktojnë humbje dëgjimi. Gjenetika, një predispozit familjare mund të rrisë mundësinë e humbjes së dëgjimit. Si të mbrosh dëgjimin? Parimet bazë. 1. Kufizimi i zhurmës. Shmangni ekspozimin e zgjatur ndaj muzikës së fortë, makinerive ose mjeteve të tjera me tinguj të lartë. Përdorni mbrojtëse veshësh si tap ose kufje speciale kur jeni në koncerte ose në punë me zhurmë të lartë. 2. Kujdesi ndaj shëndetit të përgjithshëm. Kontrolloni presionin e gjakut dhe nivelin e sheqerit në gjak. Mbani një peshë të shëndetshme dhe bëni aktivitet fizik të rregullt, që ndihmon qarkullimin e gjakut në veshin e brendshëm. 3. Dieta e pasur me antioksidant dhe vitamina. Ushqime të pasura me vitamin A dhe ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të flokëve nga oksidimi. Ushqime me omega 3 dhe magnez ndihmojnë për qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e nervit të dëgjimit. 4. Kontrolli i rregullt mjekësor. Kontrolloni dëgjimin të paktën një herë në vit pas moshës 60 vjeç. Konsultohuni me audiologun për testime profesionale dhe trajtime të hershme nëse shfaqen shenjat e humbjes së dëgjimit. 5. Përdorimi i teknologjive ndihmëse. Aparatet e dëgjimit, kufje që reduktojnë zhurmën e sfondit dhe sistemet e ndihmës së dëgjimit mund të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetës. Kjo është pjesa e parë që vendos themelet. Pjesët e ardhshme do të përfshin detaje të hollësishme mbi ushqimet, suplementet, ushtrimet për veshët, teknologjitë moderne dhe trajtimet mjekësore, duke ndërtuar gradualisht një guid shumë të gjatë për mbrojtjen e dëgjimit pas 60 vjeç. Ushqimet dhe suplementet që mbrojnë dëgjimin pas 60 vjeç. 1. Ushqimet e pasura me omega 3. Omega 3 janë acide yndyrore thelbësore që ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në ruajtjen e shëndetit të nervit të dëgjimit. Hulumtime të ndryshme kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht peshk të yndyrshëm kanë një risk më të ulët për humbje dëgjimi. Shembuj ushqimesh: salmoni, sardelet, thoni, farat e lirit dhe farat e chia. Si ti konsumoni? Synoni të hani peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë dhe përfshini një lugë të vogël fara liri ose chia në musli ose sallata. 2. Ushqimet e pasura me antioksidant. Antioksidantët luftojnë radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë qelizat e flokëve në veshin e brendshëm. Dëmtimi i këtyre qelizave është një nga shkaqet kryesore të humbjes së dëgjimit të lidhur me moshën. Vitaminat kryesore. Vitamin A ruajt integritetin e mukozave dhe nervave. Gjendet në karota, patate të ëmbla, spinaq. Vitamin C lufton oksidimin. Gjendet në portokalle, kivi, speca. Vitamin E ndihmon në mbrojtjen e membranave qelizore. Gjendet në bajame, arkokosi, fara luledielli. Këshilla praktike. Bëni një sallatë të ngjyrosur çdo ditë me të paktën 3 lloje perimesh dhe fruta për të siguruar një kombinim të plot antioksidantësh. 3. Ushqimet e pasura me magnez dhe zink. Magnezi ndihmon në mbrojtjen e qelizave të dëgjimit nga stresi oksidativ dhe ndihmon në ruajtjen e presionit normal të gjakut në vesh. Zinku është thelbësor për shëndetin e nervit të dëgjimit dhe ka rolin e tij në parandalimin e humbjes së dëgjimit. Shembuj: magnezi, spinaq, bajame, fasule të zeza, banane. Zinku: mish viçi, kungulli, arror, thjerza. 4. Ushqime të pasura me folate dhe vitamin B12. Vitaminat e grupit B janë jetike për funksionimin e duhur të nervave dhe qelizave të trurit. Një mungesë e tyre mund të kontribuojë në dëmtimin e dëgjimit. Shembuj ushqimesh: folate, spinaq, brokoli, avokado. Vitamin B12, mëlçi, peshk, vezë, qumësht.
Këshilla praktike. Kombinoni perime të gjelbra me burime të proteinave të pasura me B12 për një ndikim maksimal. 5. Suplementet natyrale që ndihmojnë dëgjimin. Në disa raste, suplementet mund të jenë të dobishme, sidomos nëse dieta nuk mjafton. Para përdorimit, gjithmonë këshillohuni me mjekun. Suplementet më të rekomanduara: omega 3, P dhe DH. Për shëndetin e nervit të dëgjimit. Vitamin C dhe E, për mbrojtje nga oksidimi. Magnesi dhe zinku, për qarkullim të mirë dhe mbrojtje të nervit. Vitamina B12 dhe folate, për mbrojtjen e nervave dhe reduktimin e humbjes së dëgjimit. 6. Pijet që ndihmojnë dëgjimin. Uji i mjaftueshëm. Një hidratim i mirë ruan elasticitetin e qelizave të veshit. Çaji i jeshil, përmban antioksidant që ndihmojnë në mbrojtjen e dëgjimit. Smoothie me fruta dhe perime. Kombinimi i frutave të pasura me vitaminë dhe perimeve jeshile ndihmon shëndetin e veshit. Praktikat e përditshme dhe ushtrimet për mbrojtjen e dëgjimit pas 60 vjeç. Kjo pjesë do të përqendrohet te zakonet, mënyrat e jetesës dhe ushtrimet e veçanta që mund të ndihmojnë në ruajtjen e dëgjimit dhe parandalimin e humbjes së tij. Pjesa 3. Praktikat e përditshme dhe ushtrimet për mbrojtjen e dëgjimit pas 60 vjeç. 1. Kufizoni ekspozimin ndaj zhurmës së fortë. Një nga shkaqet kryesore të humbjes së dëgjimit është ekspozimi i përsëritur ndaj tingujve të lartë. Pas 60 vjeç, veshët bëhen më të ndjeshëm dhe qelizat e flokëve në veshin e brendshëm janë më të lehta për t'u dëmtuar. Si ta bëni? Përdorni kufje me mbrojtje nga zhurma ose tap për veshët kur jeni në koncerte ose ngjarje me zhurmë të lartë. Ulni volumin e pajisjeve audio në një nivel të sigurt dhe bëni pushime rregullisht gjatë dëgjimit të muzikës. Evitoni vendet e zhurmshme sa më shumë që të jetë e mundur. 2. Mbajini një rutinë të shëndetshme të gjumit. Gjumi i mjaftueshëm ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe shëndetit të përgjithshëm, duke përfshirë edhe veshët. Këshilla. Synoni 7-8 orë gjumë natën. Mbani një orar të rregull gjumi, duke shkuar në shtrat dhe duke u zgjuar në të njëjtin orar çdo ditë. Shmangni konsumimin e kafes ose pijes energjike pas ditëve vonë, që mund të ndërhyjnë në ciklin e gjumit. 3. Ushtrimet për shëndetin e veshëve dhe dëgjimin. Edhe pse veshët nuk mund të stërviten si muskujt, disa ushtrime dhe teknika mund të përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe të stimulojnë nervin e dëgjimit. Ushtrime të rekomanduara. Ushtrimet e qafës dhe kokës. Rrotulloni butësisht kokën në çdo drejtim për të përmirësuar qarkullimin e gjakut në pjesën e veshit. Mbyllja dhe hapja e gojës. Ky ushtrim ndihmon në zgjatjen e trombës së veshit dhe lehtëson presionin. Stimulimi i veshit me tinguj të butë. Shikoni të dëgjoni tinguj natyral si shushurima e ujit, këndimi i zogjve ose muzikë me volum të moderuar për të ruajtur ndjeshmërinë e veshit. 4. Ruajtja e shëndetit të përgjithshëm. Shëndeti i zemrës, tensioni i gjakut dhe diabeti kanë lidhje të drejtpërdrejtë me dëgjimin. Një qarkullim i mirë i gjakut garanton furnizimin e duhur të oksigjenit dhe nutrienteve për veshin. Këshilla praktike. Bëni ushtrime kardio si ecje, ciklizëm ose not 30 minuta çdo ditë. Monitoroni presionin dhe nivelin e sheqerit në gjak. Konsumoni ushqime të pasura me fibra, omega 3 dhe antioksidant për të mbajtur enët e gjakut të shëndetshme. 5. Shmangia e zakoneve të dëmshme. Pirja e duhanit. Duhani dëmton enët e gjakut dhe rrit riskun e humbjes së dëgjimit. Alkooli në sasi të madhe. Konsumimi i tepruar i alkoolit mund të ndikojë në qarkullimin dhe funksionin e nervit të dëgjimit. Medikamentet ototoksike pa kontroll mjekësor. Disa medikamente mund të dëmtojnë dëgjimin, prandaj gjithmonë këshillohuni me mjekun. 6. Praktika të përditshme të mbrojtjes së dëgjimit. Mos përdorni pajisje audio me volum maksimal për periudha të gjata. Kur ndodheni në vende me shumë zhurmë, bëni pushime të shpeshta. Përfshini në rutinën tuaj ushqime dhe lëngje të pasura me antioksidant. Bëni kontroll të rregullt të dëgjimit dhe ndiqni këshillat e audiologut. Teknologjitë moderne dhe trajtimet mjekësore për mbrojtjen e dëgjimit pas 60 vjeç. Kjo pjesë do të fokusohet te mënyrat e avancuara për ruajtjen dhe përmirësimin e dëgjimit, duke përfshirë pajisje teknologjike, trajtimet mjekësore dhe strategjitë për ata që tashmë kanë humbje dëgjimi. Pjesa 4. Teknologjitë moderne dhe trajtimet mjekësore. 1. Aparatet e dëgjimit. Aparatet e dëgjimit janë pajisje elektronike që përforcojnë tingujt dhe ndihmojnë individët me humbje të lehtë deri të moderuar të dëgjimit.
Llojet kryesore. Aparatet tradicionale pas veshit beta behin thejar. Përshtaten pas veshit dhe janë të fuqishme për humbje të thellë dëgjimi. Aparatet në vesh in-thejar vendosen brenda kanalit të veshit dhe janë më diskrete. Aparatet mikro dhe të programueshme lejojnë kontroll të tingujve të ambientit dhe zhurmave të sfondit. Këshilla praktike. Konsultohuni me audiologun për përshtatjen e aparatit të duhur. Përdorni aparatin rregullisht për të ruajtur ndjeshmërinë e dëgjimit. Mbani higjienën e aparatit dhe veshit për të shmangur infeksionet. 2. Sistemet ndihmëse të dëgjimit. Përveç aparateve të dëgjimit, ekzistojnë edhe sisteme të tjera që ndihmojnë në përmirësimin e dëgjimit në mjedise specifike. Sistemet dhe transmetuesit personal përdoren shpesh në ambiente arsimore ose gjatë bisedave në ambiente të zhurmshme. Kufje që reduktojnë zhurmën e sfondit, përforcojnë tingujt e rëndësishëm dhe zvogëlojnë zhurmën e panevojshme. Sistemet me lidhje Bluetooth lidhe me telefona, televizorët dhe kompjuterët për të përmirësuar dëgjimin në çdo situatë. 3. Trajtimet mjekësore. Kur humbja e dëgjimit është progresive ose e thellë, trajtimet mjekësore mund të jenë të nevojshme. Implantet kokleare. Pajisje kirurgjikale që stimulojnë direkt nervin e dëgjimit për individet me humbje të thellë dëgjimi. Mjekimi i infeksioneve dhe sëmundjeve të veshit. Trajtimi i shpejtë i infeksioneve kronike, axit dyllit të grumbulluar ose inflamacionit mund të parandalojë dëmtimin e përhershëm. Trajtimi i humbjes dëgjimore të shkaktuar nga ilaçet. Nëse medikamenti shkakton humbje dëgjimi, mjeku mund të ndryshojë dozimin ose të rekomandojë alternativë. 4. Kontrolli i rregullt dhe monitorimi. Testet periodike të dëgjimit. Pas 60 vjeç, rekomandohet testimi i dëgjimit të paktën një herë në vit. Monitorimi i simptomave të hershme. Shfaqja e vështirësive për të dëgjuar në ambient të zhurmshëm. Tinguj të bllokuar ose zhurmë në vesh, tinnitus, janë shenja që kërkojnë vlerësim të menjëhershëm. Rregullimi i pajisjeve. Aparatet dhe implantet kërkojnë përshtatje periodike për të përshtatur me ndryshimet e dëgjimit. 5. Strategjitë për përmirësimin e cilësisë së jetës. Përdorni teknologjitë ndihmëse për komunikim më të lehtë në familje dhe aktivitete sociale. Kombinoni trajtimet teknologjike me zakonet e shëndetshme të jetesës, dieta, ushtrimet, gjumi. Edukoni veten dhe të afërmit për mënyrat e komunikimit me personat me humbje dëgjimi, si biseda me volum të moderuar dhe përdorimi i gjuhës trupore. Udhëzuesi praktik dhe plan veprimi 1. Rutinat e përditshme. A kujdesi ndaj zhurmës. Përdorni kufje ose tap për veshët në ambiente me zhurmë të lartë. Ulni volumin e pajisjeve audio në një nivel të sigurt. Bëni pushime të rregullta gjatë dëgjimit të muzikës ose përdorimit të pajisjeve audio. B. Shëndeti i përgjithshëm. Bëni aktivitet fizik 30 minuta çdo ditë, ecje, ciklizëm, not. Monitoroni presionin e gjakut dhe sheqerin në gjak. Mbani një peshë të shëndetshme dhe evitoni zakonet e dëmshme si pirja e duhanit dhe alkoolit e pruar. Zgjumë dhe relaksim. Siguroni 7-8 orë gjumë çdo natë. Praktikoni teknika relaksimi si frymëmarrje e thellë, yoga ose meditim për të ulur stresin. 2. Ushqimi dhe suplementet. A dieta e shëndetshme për dëgjimin. Konsumoni peshk të yndyrshëm 2 herë në javë, salmon, sardele, tuni. Përfshini fruta dhe perime të pasura me vitamina A, S dhe karota, portokalle, spinaq, speca. Konsumoni farat dhe arrorët për magnez dhe zink. Përfshini burime të vitaminës B12 dhe folate, mëlçi, vezë, avokado, brokoli. B. Suplementet. Omega 3, P dhe DH. Vitaminës dhe E. Magnez dhe zink. Vitamin B12 dhe folate. Këshilla. Konsultohuni gjithmonë me mjekun para fillimit të çdo suplementi. 3. Ushtrimet dhe stimulimi i dëgjimit. Rrotullimet të kokës dhe qafës për qarkullim të gjakut. Ushtrimet të gojës, hapje dhe mbyllje për lehtësimin e presionit në vesh. Dëgjimi i tingujve natyral ose muzikës së butë për të stimuluar veshin dhe nervin e dëgjimit. Këshilla. Praktikoni këto ushtrime disa herë në javë për të ruajtur ndjeshmërinë e dëgjimit. 4. Teknologjia dhe trajtimet mjekësore. Aparatet e dëgjimit, beta, mikro dhe të programueshme sipas nevojës. Sistemet ndihmëse. Kufje që reduktojnë zhurmën, transmetues e pajisje Bluetooth. Trajtimet mjekësore. Implantet kokleare për humbje të thellë, trajtimi i infeksioneve dhe dyllit të veshit, monitorimi i medikamenteve ototoksike.
Kontrolle periodike. Testimi i dëgjimit të paktën një herë në vit pas 60 vjeç, dhe monitorimi i simptomave të hershme si tinnitus ose vështirësi në biseda në mjedise të zhurmshme. 5. Strategjia 7 ditore për mbrojtjen e dëgjimit. Dita 1. Konsumoni peshk të yndyrshëm, një sallat me 3 lloje perimesh dhe bëni një ecje 30 minuta. Dita 2. Ushtrime të qafës dhe gojës, dëgjoni muzikë të butë ose tinguj natyral. Dita 3. Kontrolloni presionin e gjakut dhe sheqerin. Konsumoni farat dhe arroret për magnez dhe zing. Dita 4. Shmangni ambientet e zhurmshme dhe përdorni kufje mbrojtëse nëse është e nevojshme. Dita 5. Konsumoni fruta dhe perime të pasura me vitamina antioksidante. Praktikoni frymëmarrje të thellë ose meditim. Dita 6. Kontrolloni higjienën e veshëve dhe pajisjeve të dëgjimit. Bëni ushtrime të gojës dhe qafës. Dita 7. Reflektim mbi javën, planifikoni ushqime dhe aktivitetet për javën tjetër, dhe konsultohuni me mjekun ose audiologun nëse ka shqetësime. 6. Përfundim dhe rekomandime. Mbrojtja e dëgjimit pas 60 vjeç kërkon një kombinim të disa faktorëve. Dietë të shëndetshme dhe ushqime të pasura me nutrient. Ushtrime dhe stimuj të përditshëm për veshët dhe nervin e dëgjimit. Kufizimi zhurmës dhe ruajtja e shëndetit të përgjithshëm. Përdorimi i teknologjive ndihmëse dhe trajtimet mjekësore kur është e nevojshme. Kontrolle dhe monitorim periodik për të parandaluar dëmtimin e përhershëm. Me një plan gjithëpërfshirës dhe praktik, dëgjimi mund të ruhet në një nivel të mirë, duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe aftësinë për të komunikuar dhe shijuar tingujt e botës rreth nesh.